Miqtë Top Channel, mirë dita, mirë se vini në Shqipëria Live, do t'jemi së bashku në 2 orët në vim, ku do përpiqemi të flasim për një sër temash, por fillimisht do ndalemi tek ato pamje që ju pat më herët. I përkasin Edon Zhegrovës, që duket se është talenti më premtues në botën e futbollit, një talent shqiptar, që verën e këtij viti bëri hapin e madh dhe të rëndësishëm, duke u transferuar te klubi i Juventusit. Ne kemi në një lidhje direkte nënën e tij, zonjën Sanie Zhegrova, të cilën e përshëndes. Zonja Zhegrova, mirëdita dhe faleminderit shumë për kohën tuaj. Mirëdita juve, knaqësia imja. Jam e sakt kur them se është një talent premtues, a keni dhe ju pritshmëri akoma dhe më të mëdha nga djali juaj? Po besoj, Edoni është ka lindur them talent dhe besoj që po, është talent. Më trego pak sa e çuditshme, e bukur, emocionuese dhe deri diku dhe stresuese mund të ketë qenë për ju kjo verë, derisa transferimi u krye me sukses. Po shiqo, ka qenë pak stresuese, po kemi pas shumë klube që kanë qenë të interesuara para Juventusit, mirë po në ditët e fundit, do me thonë, kanë ardhur shumë klube. Ka qenë Borussia Dortmund, Marseille, mirë po vula ishte Juventusi edhe ne të gjithë jemi të lumtur dhe si Edoni ashtu edhe ne të gjithë familja. Si u realizua, më trego pak si ishte momenti kur Edoni të tha po shkoj te Juventusi? Momenti pa përshkruar, besoj. Shumë momenti pa përshkruar. Fotot tuaja dhe jam kurioze të di se sa sakrificë ju është dashur ju dhe bashkëshortit tuaj që e doni të ndjekë ëndrrën e tij futbollin. Po shiqona e doni prej kur ka qenë i vogël, çdo herë do me thonë me bashkëshortin tim Lulzimin i kemi qëndruar afër, si në lojë, si në stërvitje, gjithmonë do me thonë rrimet, edhe tash është bërë transferi këtu në Torino në Itali, ne jemi transferuar e gjithë familja edhe pse të gjithë bazën e kemi në Belgjik atje. Por tash jetojmë së bashku me Edoni. Tu jemi ofër, do me thënë, në çdo aspekt. Zonja Sanie, Edoni ku ka lindur dhe si kanë nisur hapat e parë të futbollit për të? Edoni ka lindur në Gjermani, në Herford, dhe lindja e Edonit është Gjermani. Edhe në Kosovë jemi kthyer mbas lindjes së Edonit, mbas luftës, do me thonë, jemi kthyer në Prishtinë. Edhe Edoni ka qenë vetëm 2 vite kur është kthyer në Prishtinë. Aty tani kemi fillu jetën me bashkëshortin, kemi punu, edhe Edonin si 6 vjeçar, do me thonë gjyshi e ka regjistru në klubi futbollistik Flamurtari, mandej ka kalu te Prishtina, edhe kështu me radhë. Tani ka qenë Milan Junior Camp, që është mbajtur në Prishtinë, edhe aty prej 200 talent është zgjedhur më i miri, edhe aty ka qenë një eksperiencë shumë e mirë, si për Edonin dhe për ne si familje, se të zgjidhë djali në moshë kaq të re, do me thënë një ndër talentet më të mirë prej 200-ve, ka qenë me të vërtet shumë i ndjenje mirë, e pa përshkruar. Si përjetoni ju? Po, përfundoj, të lutem, se dua pastaj të të pyes pak se si është për ju të jeni në stadium, po më thuaj. Po s'di qatë tema, emocion shumë i madh. Sidomos edhe ne me shokun, do me thonë çdo herë jemi aty, edhe Edoni kur të dalin para nxemjet që i bojnë, Edoni do me thonë a shikon e dim tani ku ne jemi ul, edhe çdo herë përshëndet me këtë puthje dhe fillon. Transferimi i tij tek Juventusi ishte pak i vështirë për një arsye. Ju tani e kuptoni shumë qartë, po unë do të sqaroj edhe për ata që na ndjekin. Për shkak se Edoni llogaritej si një futbollist ekstrakomunitar, duke mos qenë pjesë e Bashkimit Evropian nga pasaporta, dhe klubi i Juventusit hasi këtë sikletin që me pasaportën e Kosovës e kishte pak të pamundur ta regjistronte Edonin. Dhe këtu lindi ndërhyrja e kryeministrit Edi Rama. Më trego pak si ndodhi. Do me thënë, ashtu ka qenë. Neve ishte vetëm edhe 3 javë, do me thonë, mbyllej transferi, do me thonë, mbyllej merkato, edhe na thanë Edoni, do me thonë, më shumë t'i ka merituar letrat t'i ketë Belgje, mirë po për shkak lëvizjes dhe futbollit, Edoni nuk ka mujtur, të gjithë ne kemi pasaportat, por Edoni nuk ka mujtur me mri për me marrë pasaportën Belgje. Edhe filloi që Juve ja thojke që nëse Edoni e merr pasaportën shqiptare, do me thonë transferi do të bëhet më i mundur, më i shpejt,
Sepse futbolistët me pasaport shqiptare e kanë të drejtën të luajnë dhe nuk regjistrojnë si të tillë. Ashtu është, edhe neve e doni vetëm një mesazh i ka dërguar presidentit Edi Rama, çka jam pa njetën unë nën bashkëshorti dhe gjithë familja dhe e doni falenderus për këtë mundësi që na ka dhënë kryeministri Edi Rama, e doni vetëm një mesazh i ka dërguar kryeministrit edhe domethënë fjala ka qenë, përgjigja ka qenë e kryer është. Çfarë i shkruajti Edoni dhe çfarë i tha Rama? Rama i tha patjetër, në mesazhin që i dërgoi Edoni kështu, më duhet kryeministër pasaporta, edhe Edoni, përgjigja e Edi Ramës ka qenë kryeministrit, respekt për kryeministrin, ka qenë patjetër domethënë. E kemi edhe mesazhin. Por Edoni kur e ka njoftuar faktin që Rama e ka ndihmuar me pasaportën, ka thënë që fanelën do ja jap kryeministrit. A e ka dorëzuar atë fanel? Me sa jam ndjeni, lojën e parë Edoni që ka deputuar, ka qenë vllau i kryeministrit dhe Edoni menjëherë ja ka dërgu fanelën. Ju e keni parë publikimin e kryeministrit Rama për Edonin që sa fluturo Shqipe? Kemi parë, jemi falenderues te i mase Edi Ramës, do me thonë shtetit shqiptar për përkrajen, për gjitha minjose, pa fund. Sa ju vonoi procedura pasaportës? Pas i folët me kryeministrin Rama, ju kontaktoi dikush tjetër pastaj? Me njëherë, mbasi ka folur Edoni me kryeministrin Edi Rama, do me thonë e kanë tirë bashkëshortin tim Lulzimin, me njëherë, do me thonë Ministria e Mbrendshme në Shqipëri aty, edhe me njëherë kemi udhëtuar me shokun drejt Tiranës, aty na kanë pritë shumë mirë, vajzat, ka qenë edhe një, më falë, emri nuk më kujtohet, që na ka pritur shumë mirë, edhe kanë fillu procedura, do me thonë, pa tjetër. Edhe kur më ka pyetur ai për koincident, kur më ka pyetur, do me thonë, personi që e kishë udhëzuar kryeministri. Që t'ju ndihmonte. Po për sa ju duhet juve pasaporta, unë tash po me 30 mbyllë, do me thonë, në vëdim. Në 30 që ta sqarojmë mbyllet merkatoja dhe nuk ishte më mundësi transferimi. Edhe nuk u bën të transferi. Sa ishte data kur bët ju këtë komunikimin? Data? Sa ishte data? Sa kohë kishit për ta marrë pasaportën? Kishim dikon 15 ditë. Okej. Dhe çfarë ndodhi? Edhe që ndodhi, edhe po pyeta i tha për sa ju duhet juve pasaporta, na i tham për, adin, 2 javë. Edhe po më vone, sinon po thash edhe 2 javë mbyllet, adin, po ne ta do i thejme 2 ditë, edhe na kanë pitë, them shumë mirë, faleminderit shumë kryeministrit Edi Rama, shtetit shqiptar. E di çfarë ju ka ndihmuar ju, zonja Sanie, për këtë pasaportën? E di çfarë ju ka ndihmuar? Fakti që kryeministri Edi Rama është tifoz me Juventusin. Eksakt. Edhe e kemi marrë vesh. E keni kuptuar, ja u ka thënë? Po e kemi kuptuar, edhe mbasi, do me thonë, mbasi e mori Edoni pasaportën shqiptare, ka kontaktuar prapë me kryeministrin Edi Rama, edhe i ka thënë faleminderit, edhe s'di qysh me tu falenderu, do me thonë kryeministri ka thënë, asgjë s'dua, çuni vetëm fanelen e Juves. Mirë. Ka qenë moment shumë i mirë. Jo, interesante. Faktisht po shikonim edhe fotot edhe paka shumë një si histori, po ju na dha disa detaje të mënyrës se si ka kontribuar, po themi, dhe Shqipëria në transferimin e Edonit. Si po përshtatet Edoni në Juventus, si po përshtateni ju me jetën tuaj në Torino? Edoni është tet mase i lumtur, do me thonë transferimi është prit fantastik, s'kam koment, neve jemi pritur shumë mirë edhe ne si familje, mbrena 7 dite, do me thonë, jemi vendosur, Edoni ka marrë një vila këtu në Torino, është bukur, një ambient i bukur, jeta shumë e mirë, me rëndësi Edoni është i lumtur edhe vazhdojmë tutje. Vazhdojmë më tej. Shumë. Kam parë disa foto të shpërndara në rrjetet sociale, ditën e djeshme, tuajat me Edonin. Ju ka bërë një dhuratë. Po. A është kjo për t'ju thënë faleminderit për sakrificat tuaja? Me siguri, besoj që për faleminderit e ka bërë. U emocionove, më trego pak? Edhe pse shumë u emocionova, edhe pse nuk, do me thonë, nuk kanë vlerë
ku me disa gjërat materiale, qa është respekti, e doni është një djalë shumë i dashur, si për babajnë, për mua, si nën, vllaun, motrën, kujdesin edhe për mbesën Amelien, edhe gjyshe jam, para nuk mujve nga vajza jam bërë edhe gjyshe, qka që Amelie ma ka ndryshu, mund të them plotësisht jetën më ka ndryshuar shumë mirë. U bën do pak xheloz bashkëshorti juaj që e doni ja udhëroi ju orën? Jo, ja ka dhuruar ati me herët. Okej. E pas ka marrë për para. Vllaut, motrës të gjithëve. Mirë po jemi ka qenë diçka më unike. Më unike se është pak më shtrenjtë juaj. Le ta pranojmë tani. Po më unike, vajzë. Prandaj thash edhe unë u bën do pak xheloz aty tek familja. Jo, me gjithë respektin, faleminderit. Doni thash është një djalë shumë i dashur, shumë i respektuar, jo vetëm për mua si nën, por për gjithë edhe shtetin shqiptar, don shumë Kosovën, gjithë. Uroj të gjitha nënat kudo që janë të kenë një çun të tillë. Mbesoni me plot kuptimin e fjalës. Zonja Sanie, Kosova po ashtu është duke bërë hapa të rëndësishëm. Përfaqësuesja e Kosovës, se doni angazhohet atje dhe kam përshtypjen dhe ju jeni të lidhur fort me përfaqësuesen dhe me mënyrën se sa ka kontribuar dhe djali juaj në këtë përfaqësuese. Sa ndjen e doni përfaqësuesen e Kosovës edhe sa pritshmëri keni ju se mund të shkojë mirë në të? Unë e besoj që jemi shumë për momentin në formë shumë të mirë, pozitë shumë të mirë, edhe pse e doni pak ka qenë i lënduar tash ky lëndimi që pak e ka penalizuar, po e doni është duke punuar fort, edhe për lojën tash që ke do me thonë me Juven që ishte me Real Madridin, edhe aty ka qenë do me thonë shumë i gatshëm, mirë po është vendimi i trajnerit edhe Po, minutat në lojë pastaj janë vendimet të trajnerit, po doja më shumë të kuptoja lidhjen që ka me përfaqësuesen e Kosovës, sa e ndjen momentin kur e thrasin, e grumbullojnë, trego pak. Lidhja është shumë s'di si ta përshkruaj, them të drejtën, s'di si ta përshkruaj. Lidhja shumë e fortë. E donin kur do me thënë kur është në kombëtare, do me thënë grumbullimi, ka dëshirë që bile një 4 orë 5 me qenë ma herën në Prishtinë, pak me pa se është rritë në Prishtinë. Të dali pak në përqytet. Po, Prishtinë e donë shumë, është rritë aty, i ka shoqërinë, familjen, rrethin, mirë po, është shumë i lumtur, shumë i kënaqur. Besojmë të kualifikohemi në botëror, jemi asaj rrugë, shpresojmë me këta çuna që i kem, që janë të mundu me shpirta. A është e vështirë për ju si nën ta mbani me këmbë në tokë? Po, shiqon, ka asi edhe para gjykime që apëtin, po me të vërtet jo nuk është e vështirë se e doni është tash shumë i kuptueshëm, është shumë, zdi çfarë thema, e doni, unë e besoj, pavarësisht para gjykimeve që flasin për te, unë si nën them që e doni është shumë e kam tokë, shumë. Të unis prej respektit familjar, të unis prej precis është në punë, do me thonë, kur nuk ndodh mbi kërsit ora 2 herë për me zgju nga gjumi për me shku servitje. E doni, është i lindur, është i lindur për këtë. Të pyeta më herët, jo pa qëllim se si e përjetoni ju si nën të qenurit në stadiume. Jeni ju e qetë, jeni emocionale, më flisni pak për veten tuaj. Une jam e qetë derisa të hynë e doni, si hynë e doni. Mos munde me kone qetë, falë Zotit nuk më kuptojmë se qëfar them. Këto ndeshjet jashtë jo, po kur luan përfaqësuesja të kuptojnë besoj. Ja, përfaqësuesja, po aty gjithë publik jeni në kamp. Gjithë. Është emocion edhe këtu, aman, Kosovë, është emocion tjetër, do me thonë, 3 zemra për venin tonë. Po më thoje më herët për mesazhin e kryeministrit Edi Ramaj që i çoi Edonit momentin që u realizua transferimi tek Juventus, po më trego pak, cilat kanë qenë mesazhet më të rëndësishme që keni marrë nga ky transferim, nga Kosova, nga Shqipëria, nga kudo, kush ju ka uruar tjetër? Po faleminderit prej të gjithëve, si nga Shqipëria, si nga Kosova, kemi pas telefonatat shumë.
edhe në pamundësi për t'ju përgjigj, ndoshta të gjithë dhe ju kërkoj ndjes, mirë po kemi marrë telefonata shumë urimet pa numërta. Kam marrë telefonatën, domethënë të parë nga kryeministri i ynë Albin Kurti? Po, Okej. Albin Kurti, kemi marrë shumë domethënë telefonata nga familjar, nga e gjithë Kosova. Nga e gjithë Jemi me Kosova. nas te masve, po. A ndjen presionin e doni që janë të gjithë sytë tek ai? Po që me kalimin e kohës mësohet, edhe tash është e të kalon. Ndoshta kur ka qenë me ajri, mo tash ka fillu edhe të pjekë, domethënë, edhe është mirë. Me kë ka afrimitet më shumë, me ju apo me babain, me kë flet, me kë kalon më shumë kohë? Edhe me babajn, për mama. Jo, s'ka gjë, thuaje që me ju, se e kuptova nga buzëqeshja, nuk ka problem, le t'ingini pak hatri bashkëshortit. Është edhe me babin, me vllaun, me motrën, edhe me mbesën Amelien tash më shumë. Është një lidhur mirë, po unë e vrej atë afërsinë që kam me të, se s'di ashtu e ndjej që më vjen keq me mua, ma po e ka afërsinë shumë të madhe. E ka afrimitetin. Dhe përpara se t'ju s'është e mundur, më falë që të ndërprej, s'është e mundur e doni, shembull, rrim si zakonisht në mbrëmje deri në 10, në ora 12, domethënë duhet me shku e doni me flajt, se ka të nesër më servitje, mirë po nuk është e mundur e doni pa ma dhe një përshafim në ngrohtë për me shku e me bë gjumin. Ju jetoni të gjithë bashkë në një shtëpi? Po, të gjithë bashkë jemi. Kjo tregon shumë për Edonin edhe për mënyrën se si ju të gjithë si familje jeni transferuar në Torino. E keni pak problem italishtën? Urdhën? E keni pak problem italishtën? E flisni? Jo, beson, po miremi dhe shumë mirë, dhe unë kam fillu bile shumë mirë. Zdi, janë njerëz shumë pozitiv, janë njerëz dashton, janë djeshim në një restorant këtu shumë i bukur, ishte një nalësi diku 1800 metra mbi detare, edhe aty pam, do me thonë shqiptar nga Shqipëria, na pritën shumë mirë, bëm ca foto me Edonin, u knaqëm, pim kafe dhe u kthyem shpejt. Se këtë doja të pyesja, tani me kalimin e Edonit tek Juventusi ka pasur gjithmonë tifoz në Kosovë dhe në Shqipëri, tani me kalimin e Edonit kam përshtypjen ka një lloj rritje të nivelit edhe të mënyrës se si përjetojnë, apo më trego pak si janë takimet e Edonit me shqiptarët që vinë në Torino për të parë Juventusin. Shumë të mira, Edoni është shumë, do me thonë, shumë social. Para kësaj ndeshje me Real Madridin, do me thonë, kanë shumë, mbi 60 veta kanë ardhur për të bërë foto me Edonin, me sigurime e kanë qita aty të turma e njerëzve që ishin grumbulluar, veç mbi 60 veta kanë ardhur me bërë foto, Edoni me gjithë i dashur, i hapur, charmant, i bukur. Mirë, dua përpara se t'ju falenderoj. Ku ka djalë tjetër nënën? Jo, djali juaj është me vërtet simpatik, kështu që mund ta thonin, nuk është problem. Tani, dua t'ju pyes në fund. Jo, ishte shumë e bukur, edhe mua më pëlqejnë këto emocionet tuaja, se ju po i shfaqni më së miri. Cila është ëndra më e madhe që keni për Edonin, deri ku doni që të shkojë, të arrijë? Po Edoni tek Lila, do me thonë me Real Madridin vitin e kaluar është zgjedh lojtari ndeshjes, edhe ka dhënë gol edhe ka bërë asist. Edhe aty u zgjedh lojtari ndeshjes, do me thonë, e mori afar topin që i adhuruan në Champions League, lojtari ndeshjes, edhe kur doli aty, u gëzum te i mase, unë si në mas, di si ta përshkruaj, edhe kur doli Edoni dhe ma dha topin mu dhe me vo foto me Edoni. Të çmimin që mori, si lojtari ndeshjes, po e kemi atë foto. Unë dhe Real Madridi do me thonë po, edhe ka bërë gol edhe asist. Ka qenë tek Lila duke luajtur, edhe kur e ka marrë këtë, edhe jo kom këthyu në nashti pak i kërkova falje, mas andej, ta shedon, shumë jam e lumtur, u zgjedhe, do me thonë, ndaj një ekipit më të mirë në botë, të zgjedhe djali juaj, do me thonë, lojtari ndeshjes, edhe me i mirin, tash unë thash nuk jam Edon e knaqër deri sa të mesh topin e artë. Kjo është ëndra juaj, që ta shihni jo me këtë çmim, po me një akoma më të madh. Jo jam shumë mirënjohëse për bisedën dhe e kam shijuar pafund çdo koment tuaj. Uroj kushdo që na ka ndjekur ta ketë kuptuar emocionin tuaj si nën për suksesin e Edonit dhe uroj ta shohim sa më lart. Faleminderit, shumë kënaqësi e imja. Respekt pafund për gjithë shtetin shqiptar, sidomos kryeministrin Edi Rama, e përshëndes, ju uroj shëndet, besoj që
na duan shumë kryeministra si Edi Rama. Si na shpëtojnë ne të Shqipërisë ky e doni, ta kishim pasur te kombëtarja shqiptare? Po këtë do ta konsumojmë me ndonjë tjetër, jo me ju këtë pyetje. Faleminderit shumë, zonja Sanie, edhe suksese. Faleminderit. Mirë, ishim në një bisedë me nënën e Edon Zhegrovës, futbollisti që siç u thash më herët, këtë verë u transferua te klubi Juventusit, një klub shumë i madh dhe që duket se të gjitha pritshmëritë janë të larta për të pasur një karrierë sa më të suksesshme, që do të ishte fort mirë faktikisht për t'i hapur dyert edhe futbollistëve të tjerë shqiptar. Por pse jo për ta parë në realizimin e sukseseve të një pas njëshme. Do ndalemi shumë shkurt në një hapësirë publicitare, kthehemi përsëri bashkë. Mirë, mi rikthyer do të flasim për një temë krejt tjetër, për ndalimin në aeroportin e Rinasit, që i është bërë një predikuesi të njohur fetar me emrin Imran Hosein, i cili dyshohet për akte terroriste. Predikuesi i njohur ka mbërritur në vendin ton me fluturim nga Trinidadi në Amerikën e Jugut. Sipas informacioneve paraprake, autoritetet e sigurisë kanë të dhëna që e lidhin me veprimtari të ndryshme terroriste ndaj policia kufitare, nuk i ka lejuar hyrjen në territorin shqiptar. Imran Hosein, i njohur për ligjëratat e tij me përmbajtje fetare dhe interpretime radikale të ngjarjeve globale, kishte planifikuar një vizitë me karakter fetar në vendin ton. Megjithatë, sipas veprimeve të kryera nga shërbimet e sigurisë, është vendosur që ai të mos lejohet të hyjë në Shqipëri, teksa aktualisht predikuesi ndodhet në zonën tranzitore të aeroportit të Rinasit dhe ende nuk dihet nëse po vijojnë apo jo procedurat për rikthimin në vendin e tij të origjinës. Faktikisht një përmbledhje të shkurtër se kush është Imran Hosein do ta bëjmë në vijim. Fillimisht do doja të përshëndesja Paulin Vilajetin, pastor, Malvina Lika, avokate, dhe Ndue Pietra, po ashtu avokat. Ju përshëndes të dyve. Me ndihmën tuaj do përpiqem të kuptoj më shumë rreth mënyrave se si merren këto vendime dhe mbi ç'baza dhe informacione. Malvina, po e nis me ty. Të lutem më thuaj se çfarë ligjesh, aktesh kemi ne në Shqipëri për të bërë dallimin e këtyre personave dhe mbi ç'baza ne ndalojmë dikë të hyjë në shtetin ton. Faleminderit. Në Shqipëri ka një ligj që rregullon hyrjen dhe daljen e personave të huaj. Në bazë të ligjit kombëtar është ligji për të huaj. Njëkohësisht, përveç ligjit kombëtar, kemi dhe akte ndërkombëtare të ratifikuara, siç është neni 13-18 i Konvencijës për të drejtat evropiane të njeriut. Njëkohësisht kemi të ratifikuar edhe paktin ndërkombëtar për të drejtat civile dhe politike. Ashtu siç është parashikuar lëvizja e lirë e këtyre personave, njëkohësisht edhe me këto nene janë të parashikuar edhe kufizimet se kur duhen bërë ndalimi i personave të huaj me rrezikshmëri të lartë në Shqipëri, po, apo në vende të tjera që i kanë ratifikuar këto konventa. Po, këto informacione janë gjithmonë zyrtare, të vërtetuara, e të tjerë me radhë, apo janë thjesht burime të ndryshme që i sjellin? Në momentin që bëhet ndalesa e një personi që dyshohet se ka rrezikshmëri të lartë kombëtare, duhet të jetë i mbështetur në prova, duhet të ketë një lloj transparence dhe jo vetëm me hamencime apo për shkak të predikimeve fetare që ai grumbullon informacionet. Informacionet është bërë e sigurimit kombëtar dhe inteligjenca kombëtare e cila merret me këto burime dhe merr të gjithë informacionin për çdo person i cili hyn dhe del nga Shqipëria. E kuptoj qartë. Nduhet të lutem, më sqaro pak dhe ti, çfarë rregullash kemi ne për personat që ndalojmë në aeroport dhe nuk i lejojmë të shkelin në vendin ton? Atëherë në ligji ka përcaktuar personat që janë me rrezikshmëri kombëtare, siç është rasti konkret, dhe ka një mungesë ligjore për sa i përket ligjit të devijimit sektar, të cilën pra, unë si kryetari i shoqatës jam pjesë e Brukselit dhe së shpejti shoqata do jetë anëtare për të krijuar dhe për të themeluar dhe për të orientuar ligje për këtë arsye dhe për këtë rast. Kjo është një rast që i përket pra institucioneve të drejtësisë që nxjerrin sa më shpejt pra të parashikojnë në kodin penal veprimet e tyre antisektare. Çfarë do thotë? Që devijimi sektar është shumë i rrezikshëm në Shqipëri dhe ne kemi mbledhur gjithë informacionet deri më sot për sa i përket këtyre rasteve. Dhe rasti i Rinasit është një merit e policisë shqiptare, shtetit shqiptar, jo për faktin se çfarë do bante, por tregon
gatishmërinë për të bllokuar dhe të penguar persona që janë me ty kuqe në sistem. Çfarë do thotë me ty kuqe? Ai ka pas pra sinjali i tij me njëherë sapo do dorëzoj pasaportin, jep një sinjal të rrezikshmërisë kombëtare. Dhe nëse punojësi i policisë ose dikush do ta lejonte të hyrej, ai do përballej me ligjin shqiptar. Sepse nuk mund të lejohet të hyjnë persona të kësaj natyre. Ne e dim shumë mirë çfarë ka ndodhur në kombinat, ne e dim shumë mirë çfarë ka ndodhur raste të tjera dhe nuk mund të presim më. Kjo është, pra Shqipëria është vetmi vend në botë që ka një bashkërëndim fesh. Pra feja në Shqipëri është pathuajse nuk ka rëndësi çfarë bindjet, por jemi të gjithë solidar një. Dhe në këtë rast nuk duhet i vinë keq kërkuj që na lohet një person i tillë i cili tuhej na lut. Dhe në qoftë se pra dhe herë si që thash nuk daloj, do marrësh përgjegjësi shumë institucione. Jo për faktin se çfarë do bënte, por derisa ai hyn dhe nuk keni ligj në Shqipëri që për veprimtarinë e tij duhet ta pengonte, dhe mund të krijojnë shumë probleme, sepse ai fare mirë mund të bëjnë çfarë don dhe nuk dënohet në Shqipëri se nuk ka ligj. Dhe për këtë arsye, ne më mirë e evitojmë dhe se lëm të shkeli fare në vendin tonë, bravo, më mirë evitohet ky rast. Po, ne e kemi të drejtën ligjore ta bëjmë këtë gjë mbi çbaza. Po patjetër që e kemi drejtën ligjore, për në çdo moment drejta ligjore fillon nga ai sinjali i cili vjen automatikisht në sistem. E kupton? Çfarë do thotë që në qoftë se pra në momentin që i bën emrit në kompjuterin e policisë del diçka problematike, automatikisht duhet njoftojnë organet kompetente dhe merren masat. Pastor, a është i drejt vendimi, logjika e ndjekur në gjykimin tuaj, apo nuk duhen deri diku paragjykuar të tillë persona, apo janë vërtet rrezik? Shiko, Cirela, unë besoj që Perëndia njerëzve që i shërben atij i ka dhënë një mision. Misioni që Perëndia i ka dhënë është misioni i dashurisë, është misioni i harmonisë dhe i paqes. Dhe kushdo tjetër që përdor emrin e Zotit, qoftë edhe një pastor, ku sjell përçarje, frymërrëtie, ta persona në fakt janë njerëz të cilët nuk kanë lidhje me Perëndin. Në kuptim që nëse ka njerëz të tillë të cilët vinë dhe paraqiten në Shqipëri, dhe unë po them sepse nuk dua që të ndërhyj në besime të tjera, po them një pastor i tillë vjen në territorin shqiptar. Unë besoj që shteti shqiptar jo vetëm duhet ta ndaloj, por duhet ta kthejë mbrapsht nga ka, sepse unë di një gjë, ne të gjithë udhtojmë për asnjë lloj shkakut në vendet e Bashkimit Evropian apo në vendet të tjera siç është Amerika, Britania e Madhe, ty të kthejnë mbrapsht krejt kot. Domethënë ti mund të jesh një kreti ndershëm, po atij punojësit policisë i jepet një sinjal, ka një ndjeshmëri që ti nuk je person që duhet të hysh edhe pse ke vizë të ndalon të hyj. I le pastaj kur ka njerëz të cilët në aktivitetin e tyre janë njerëz të cilët predikojnë urrëtie, predikojnë luftë dhe përçarje apo akte terroriste, nuk e di se çfarë. Unë jam i bindur që në këtë rast shteti shqiptar ka bërë shumë mirë. Bile, unë dua që të inkurajoj organet shtetërore që në çfarë do lloj sekti apo fe, duhet kemi kujdes sepse sinqerisht në Shqipëri ka një lirshmëri për të hyrë njerëzit të cilët nëse nuk do t'jemi duke qenë pak të kujdesshëm. Po ky rasti tregoj që nuk e kanë këtë lirshmërinë kaq të madhe. Jo, tregon shumë mirë. Duket unë këtë individ e kam ndjek në TikTok e njoh. Çfarë përfaqëson? Bukuri, ma shpjego pak të lutem. Pastor, çfarë përfaqëson ky si individ? Shiko, unë nuk dua të hyj tek individi në mënyrë A sa e njeh ti? Si e njeh ti? Shiko, unë nuk jam dakord me mënyrën se si ai predikon apo mënyrën se si ai i flet gjërat. Sidomos kur vjen puna tek Izraeli, nuk jam dakord. Nuk jam dakord për shkak se unë besoj që ne jemi njerëz të cilët jemi zgjedhur për të predikuar paqen, për të predikuar harmoninë dhe të jemi duke i sill njerëzit. Dakor, pra mendimin tuaj e di dhe atë që ju doni të përçonin mesazhin që thoni. Po të lutem më shpjego pak për çfarë si e dakord, çfarë thot ai në TikTok, çfarë daljesh bën? Shiko, të lutem Sidorela, mos më bëj që unë të bëj një prononcim që
Nuk dua për shkak se nuk ka arsye mendoj që unë të bëj të njëjtë sepse nëse citoj do bëhem si të ripetitor i tij. Okej, mirë. Unë jam i bindur që shteti shqiptar duhet që të kontrolloj, jam shumë dakord me avokatin që duhet të kontrolloj njerëz të cilët hyjnë me tagrin e besimeve fetare, sepse sekte të ndryshme në Shqipëri janë duke hyrë dhe jo vetëm kaq, kanë vendosur, ai tregoi rastin e kombinatit, një sekt i cili vendosi në rrezik jetën e disa grave që ne e dim që 2 vdiqen. Ju i referoheni asaj familjes së nënës me vajzat në kombinat, okej. Është një sekt që askush nuk e mori vesh kush ishin, çfarë ishin, cili ishte predikimi i tyre. Dhe ju vesh pastaj një herë një fejet, një herë një sekti tjetër dhe asnjëherë nuk u mor vesh. Pse? Sepse çfarë interesi mund të ketë pasur Imran Hosein për të ardhur në Shqipëri? Nuk mund të gjykoj cili është interesi. Ja, do ta sqarojmë, avokat, ma sqaro, ma thuaj pak avokat. Atëherë na që ta dinë gjithë shqiptarët dhe institucionet shqiptare. Në Shqipëri, pra përveç asaj, ka një pastrim parash të çuditshëm, të rrezikshëm. Tatimet nuk i kontrollojnë ta. Janë qindra shoqata që marrin para për këtë punë. Dhe nuk bëjnë atë misionin e tyre, por bëjnë veprime të tjera. Ne kemi raste që kemi hetu ne si shoqat, gjithë këto familjet që shkuan në luftën e Iranit, pra dhe fillimisht fillun me pantallonat shkurta, zgjodhen ata personat të cilët ishin të mundur që mund t'i çonin luftë, i çuan edhe familjet e tyre më vonë në Siri, nëse ke parasysh, dhe çfarë ndodhi atje? Tani në Siri bën një rregull ata dhe thanë që këto familje, nëse burri do vdiste në luftë, gruan dhe fëmijën do i merrte një tjetër i tyre, po se çfarë ishte ai nuk bie gjë fare. Dhe pak lutem se këtë temë, dëgjoj, për sa i përket temës ne jemi për sa i përket lëvizjes së lirë të personave dhe ndalimit. Po le mos s'ka lidhje lëvizja se s'u fusim as njerëz të dyshim në Shqipëri. Ne po themi që rrezikshmëria e tij vjen edhe këtu. Të lutem ti që je avokat, po sjell një diskriminim të theksuar të fesë islame, dhe nëse ti dyshon për një çështje ka feja islame këtu se mund të jetë gjithë çfarë fesh. Gjithë çfarë fesh. Mos e ngatro fen me veprimet e ligjit. Ligji parashikon sakt se çfarë duhet bëjnë institucionet shqiptare. Mos e ngatro fen, mos e fare. Se s'kuptohet asnjëherë. Po vjen keq bilet që pas skandal si avokate me fol budolliçe. Nuk lejohet as mënyrë ajo që thotë. Ajo është transmetim i një ngatrese koti. Pra duhet kuptosh i gjë që bravo i qoftë qeverisë shqiptare që shkoi e mori këto familje në atje, i sollin në Shqipëri. Dhe ne po kemi përgatitur pra ligjin për këta. Pikërisht për këta ja kemi çu Parlamentit shqiptar dhe Ministrisë së Drejtësisë që në momentin e parë bas qëndrëshimit e kodit penal tihet edhe kjo. Tihet me ligj, sepse këta kanë shfrytzuar rastin, në Shqipëri kanë hyrë pa ligj dhe ligji nuk i dënon. E kupton çfarë do të thonë? Po, ja ta gjithë Malvinën çfarë thotë. Po. Janë 600 organizata, më 600 organizata në Shqipëri, fejet. Po çfarë na thonë Islami e katolicizmi e mos i ngatro gjonat. Pa ne këtu për të treguar problemin që del, jo problemin që don ti. Mos për sa i përket lëvizjes së lirë të personave. Ne po diskutojmë a është shkelur Konventa Evropiane për të drejtat e njerëzit. Jo, ose nuk ka shkel, sepse nëse vend botë nuk e lën atë me hi në këtë formë. Kur është i dyshim, kur shkel, ai shtet që do ta lejojnë me hy këtë person, do marrin përgjegjësi dhe krijojnë probleme në popullin e vet. Që janë lidhje këto? Mund të bëjmë shkeljen e nenit 18 të Konventës Evropiane për të drejtat e njeriut që një person nuk duhet të ndalohet për pikpamjet e tij fetare. Dhe gjithashtu nuk duhen përdorur stigmatizma. Mos e ngatro çështja e sigurisë kombëtare, se më thanë që je avokate. Më thanë që je avokate. Siguria kombëtare është mbi të gjitha. Pra në Shqipëri nuk po të hyjë gjithkush me çfarë do, nuk ka rëndësi ne. Ne sot jemi me mungesë ligjore. Ajo që po thot ligjore nuk po të se ti po i thua, mos thanë që je avokat. Ajo avokate është, ajo po thot, a është shkelur apo jo konventa? Kaq po. Jo, Maria, nuk ka shkel fare. Sepse siguria kombëtare
e marrë rëndësishme në të gjitha. Po pra, Për sigurinë kombëtare, nuk ka. Kemi ne mjaftueshëm informacion që ky zotëria është rrezik? Po nuk e ka, e ka specializuar. Qose do të më bëjmë me shkresja ja pellon. Kam informacione edhe unë si shoqat për këtë arsye. E kam edhe unë, bile unë po e njësha, në qose këta do të alon me hy, do krijonte probleme të tjera vllazërore në shqiptarëve dhe mes feve. Ku ka dhënë ky zotëria në fjalë, ku ka dhënë ose më thuaj një vendim penal që Malvina, një sekond, se më po intereson nuk e kupton me avokate, një gjë. Shqipëria nuk punon me partner ndërkombëtar dhe informacionet e partnerëve ndërkombëtar tregojnë që nuk duhet të hyj. Ju mund ta lëni thot partneriteti ndërkombëtar, mund thot hyn sa dush, por ne të sinjalizojmë që ka probleme. Ti desh lënë, das mos e lën. Nuk është pra është aftësia e këtyre institucioneve shqiptare që në momentin e dur kanë bërë ndalimin e tij. Urdhra? Ata thonë, ne këtë informacion e kemi dhe po ja u japim, ju bëni si doni. Po, bravo. Ju ndo si vrani edhe veten, do si bërni çfarë doni thot. Por ama, ajo që është kryesorja, është që nuk mund ta lejoni me hy. Ju bëni çfarë të doni. Po pastor, do vitaj ti Malvina me njëherë. Po pastor. Unë mund të them vetëm diçka. Ne në Shqipëri kemi një bekim shumë të madh nga Zoti, që është harmonia fetare që ne kemi midis feve. Dhe ne, kushdo qoftë, edhe sikur besimi i tij apo i saj, të jetë një besim që sipas rregullave ndërkombëtare mund të jetë besim në rregull, s'ka lidhje, por nëse në Shqipëri vjen dhe prish harmoninë, kushdo qoftë, unë thashë në fillim, pastor le të jetë. Jo vetëm na lot, po mos lejo që të hyjë në Shqipëri, sepse ne duhet ta ruajmë këtë vlerë. Harmoni, unë nuk them bashkëjetesë, sepse në fundit ne nuk kemi nga shkojmë, ne jemi njerëz të cilët kemi vendosur të jetojmë në këtë vend. Për mua, besimi i këtij zotërisë nuk është kërcënim për mua, sepse unë kam besimin tim dhe ai person në besimin e vet mund të predikojë gjëra të cilat mendoj personalisht nuk janë të përshtatshme për harmoninë fetare, bashkëjetesën fetare që ne kemi në Shqipëri. Që do të thotë, nuk duhet i referohem specifikisht këtij personi, por kushdo qoftë, dhe unë e them këtë gjë me bindje, sepse ne po përballemi çdo ditë me gjëra të cilat, sepse unë jam në kontakt me njerëz të cilët bien në kontakt me individ të cilët janë të feve të sekteve të ndryshme dhe vinë bëjnë pyetje të gjërave që ata predikojnë dhe them vet, mos i besoni. Pastor, dakord me pastor, unë e kuptoj gjithë logjikën që ju po ndiqni që të ruajmë vlerën e harmonisë fetare etj me radhë dhe mënyrën se si feja trajtohet në vendin tonë që për hir të së vërtetës është për të pasur pak zili nga vende të tjera se ne nuk është se kemi probleme të tipit që nuk pranojmë personat që i përkasin një feje tjetër ndryshe nga jona etj me radhë. Tani pyetja që Malvina po përpiqet të ngrej, nëse unë e kam kuptuar si duhet, është shkelur apo jo konventa e të drejtave të njeriut me vendimin për të mos e lënë këtë personin të shkelin vendin tonë. Kaq po pyes. Tani unë do të them një gjë, të lutem. Askush nuk ka të drejtë për të hyrë në Shqipëri, e ka privilegj me ardhur në Shqipëri. Pra domethënë, nëse dikush në Republikën e Shqipërisë privohet për të hyrë, i është privuar një privilegj, nuk është hequr një drejtë. E drejt e imja është të jetoj në Shqipëri dhe kjo është e drejta. Tani, në qoftë se ka ligje dhe unë e di që ka ligje, që thotë e drejt, or është privilegj të shkojnë në një vend tjetër dhe në qoftë se ti i lexon kur refuzohet viza është të kanë hequr një privilegj, nuk të kanë privuar nga një drejt, pra të kanë privuar nga një privilegj. Pra, ky person, sipas mendimit të apo kushdo tjetër, po marrim këtë person në shtetin shqiptar, thotë ti ta heqin privilegjin për të ardhur në Shqipëri. Malvina, me çfarë nuk pajtohesh e menduan më herët? Se nuk u dëgjuat mirë të dy për një herë, po. Po, nuk u pajtova në disa pika. Së pari të cilësosh një person si predikues i rrezikshëm islamik. Kjo lloj terminologjie sjell një diskriminim të hapur dhe një urrëtie ndaj komunitetit musliman në Republikën e Shqipërisë. Islamik e the ti, nuk thash islamik. Të rëndësohet me tokë fjalë, të lutem, mos gatrose, nuk qoftë ditë me fol, mësoje, shkruaje, lexoje. Për unë do thash, është person i rrezikshëm, është islamik, është kristian, është ortodoks, është çështje tjetër. Ky person, pra, rezulton person i rrezikshëm për sigurinë kombëtare. Kuptoje çfarë po them? Pyetja ime është
ku bazohesh ti nderuar që qenë ka me Po nuk rrezikshmëri jam të unë, më është e kanë sistema. Ndërkohë që siguria kombëtare ka institucione aq të avancuara sa mund t'i shikoj dhe t'i gjej provat konkrete pa ndaluar në kufi. Pra ashtu siç e përmendët pak më parë në Shqipëri prova siguria kombëtare me një avokate, o avokate. O avokate. Po kuptoj çfarë do thotë siguri kombëtare. Nuk e kuptoj ç'do thotë siguri kombëtare. Ai është një person i cili cënon sigurinë kombëtare. Dhe për këtë arsye nuk i asti asun që t'i themi shteti shqiptar, zotëri, ku kërcënohet siguria kombëtare? Se nuk e kemi ne këtë të drejtë. Zonja Malvina, unë do them vetëm kaq. Unë nuk besoj që një person i cili ndalohet në Shqipëri është kundër Kuranit apo është kundër Biblës. Unë mendoj personat të tillë, qofsha edhe unë apo një tjetër si unë, pastor, nëse ndalohen është mënyra se si ata interpretojnë pjesë të Kuranit apo të Biblës, të cilat faktikisht shkaktojnë probleme. Dhe nuk i hinë, pastor, i sekond, fale, nuk i hinë policia me se çfarë predikon ky apo ai. Policia shef në databezin e saj, shes që ky ka informacione të kësaj natyre dhe ajo që jam duke thënë është që ndalimi i këtij personit nuk është ndalimi i Kuranit. Po jo, që lidhje ka Kurani me ti bravo, arsyeja. Një njeriu që A përbën diskriminim fetar një person i cili ka bindje të ndryshme fetare ndaj një feje. Nuk mendoj që është unë nuk mendoj dhe besoj që është ndaluar për shkak të bindjeve të tija fetare. Nuk është ndaluar për këtë, Malvina. Ti e din shumë më mirë se sa unë. Ti e njeh personin tani. Qa bën kot debat këtu me mua në televizor? Unë nuk e njoh person, jo, më fal. Atëherë nuk e njoh çfarë predikon. Nuk do ta marrin personin konkret, por fenomenin. Mua më shqetëson fenomeni që ti të ndalosh një person i cili ka bindje të ndryshme fetare nga ajo çka. Po jo, nuk ka ajo, mos e gatroma, nuk ka lidhje fare. Ajo është person i regjistruar në KB dhe marrëveshja jote nuk e lejohet. Këta persona shkelin sigurinë kombëtare, nuk ka rëndësi çfarë feja është, mos e gatroma. Evropiane për të drejtat e njerëzit, këto referoheni konventave evropiane për të drejtat e njerëzit, ne kemi ratifikuar në 13-18, gjithashtu kemi ratifikuar në 10 të paktit ndërkombëtar të lëvizjes civile dhe politike. Pra nëse lëvizja e lirë është e drejtë, hyrja në shtet është privilegj. Pra, nuk ja ka heq kush drejtën me lëvizje lirë, i kanë hequr një privilegj. Tani un kam një pyetje. Pyetja ime është drejt për drejt. Ti e din rastin që ka ndodhur me gratë në para 4-5 vitesh në kombinat? Që vdiq mamaja bashkë me një çup nga njerëz të cilët përdornin Biblen në mënyrë satanike, duke shkaktuar vdekjen e tyre. Ti mendon njerëz të tillë duhet hyjnë në Shqipëri? Nuk po marr. Po kjo bindje fetare që i çon njerëzit në vdekje, në vetësim, është me të vërtetë një bindje e cila është ka lidhje me Zotin, se ti e duket nga ajo që a mund sa një gjë se keni hyrë shumë thellë. Arsyen pse është ndalu. Ato po përpiqen të them. Fjala terrorizëm nuk është ndalu se personi është i rrezikshëm. Personi ka lidhje. Po pra, po a janë të vërtetuara këto avokat? Vetëm kaq po pyesim, a janë të vërtetuara? Si person mund të jetë shumë burr i mirë. Jo pra jo, se dhe Malvina, se egzagjerimi i asaj që ti thua është vetëm tek pjesa kur ti mendon se personi nuk është lejuar ty në shtetin tonë se është musliman, nuk është ndaluar për këtë gjë. Qa musliman në Shqipëri? Tani, pyetja që Malvina po ju bën ju është... A mund të bëj një, të lutem, a mund të bëj një ndërhyrje, vetëm një fjalë dua të them. Ja ta ndërhyrje Malvina, avokat se ke folur vetëm ti, ta dëgjoj të Malvinën, të lutem. Të vjen gjuhën tonë të përbashkët. Terrorizmi nuk ka fe. Unë nuk mund të konsideroj një person terrorist islamik. Po se than këtë? Jo terrorizmo, mos i ngatro më gjana. Malvina nuk e than. Ata po thonë që kanë informacione që ky person në lajmë që qarkullohet thuhet që ky person ka rrezikshmëri të lartë dhe është predikues islamik. Ka lidhje me grupet terroriste thuhet. E ke gabim. Pra që ta kuptosh edhe herë ti dhe gjithë populli shqiptar. Personi është shumë burr i mirë, po themi, sipas asaj, por
ka lidhje me grupe dhe çka ban rrezikon, pra sigurin kombëtare. Nuk është problemi se ai është i rrezikshëm. Ai mund të jetë shumë burr i mirë, mund të jetë predikues i më i mirë se gjithë ata të Shqipërisë. Por ky si person ka rrezikshmëri për lidhjet që ka, asgjë tjetër. Me persona që janë sankcionuar nga OKB-ja. E kupton, kjo është gjë thjesht me ditë. Pra unë po themi, unë jam burr i mirë, por veprimi jam lidhja jeme me lek që qarkullojnë, kam lidhje me këta lek, të cilët unë po menoj që t'i binë Shqipëri për të bërë një veprim të ri XY. Pra, kjo është e parë e është e rrezikshme. Dhe jo pa qëllim shteti shqiptar. Se ju mendoni që Shqipëria nuk pas ka autoritetet të specializuara për të parandaluar një veprim të tillë, por duhet ndaluar. Po pikërisht se lën me hy. Po pikërisht kjo është. Bravo, kjo e kuptove, po e kuptove mrapsht. Se ti e kuptove tani. Por arsyeja pse ky është ndalu, sepse ka rrezikshmëri. Drejt dispozitat ligjore dhe Konventën Evropiane për të Drejtat e Njerëzit. Po para sigurisë kombëtare nuk më intereson asgjë, që ta kuptosh ti se nuk prej po them që në fakt problemin e avokatës. Nëse ka rrezikshmëri Shqipëria, rrezikshmëri kombëtare, pra nuk më interesojnë konventat, se konventat janë për të zbatuar, se informacionet kanë ardhur nga OKB-ja, nuk kanë ardhur nga Shqipëria. Për këtë person. Ky person është shumë predikues i mirë, por ka lidhje me palë të tjera. Përpos debatit tuaj me njëri tjetrin nëse duhet apo jo të shkelta në vendin ton. Çfarë procedurash Malvina ndjek një person që mbahet në rinas për të kryer, po themi, disa dokumentacione të tjera në lidhje me kthimin e tij në shtëpi? Po, kush e ndihmon për të kryer këtë? Për të referuar ligjit për të huajt frikën e Shqipërisë, ndalimi i këtyre personave që sinjalizohet në sistem që përbën një kërcënim për sigurinë kombëtare të Republikës së Shqipërisë, ndalohet më njëherë nga policia kufitare dhe i njoftohet personit vendimi që është marrë dhe arsye se pse ai është i ndaluar. Pra, duhet ndalimi i bë pavarësisht se nuk niqet një procedurë e mirëfillt penale për ndalimin e këtij personi, ato kanë të drejtën ekskluzive që ta ndalojnë këtë person për këtë shkak dhe ja paraqesin të gjitha pikat dhe problematikat se pse ky person nuk lejohet të hyjë në territorin e Republikës së Shqipërisë. Më pas ai ka të drejtën e tij që ta ankimojë këtë vendim ndalimi duke paraqitur dhe shkaqet se pse nuk qëndron ndalimi i vënë nga policia kufitare. Ndue? Sigurisht, ndihmon nga një avokat. Atena që ta bëjmë më thjesht, s'kam qef me i nërliku gjanat. Ke marrë një vizë amerikane, e ke në pasaport. Shkon për me hynë në Amerikë, thonë mrapsht. Dakord? I kanë ullë gjithë shumit shqiptarve. Shkove në Itali ti me pasaport dhe thot ai policia të thot këtheu mrapsht. Bindja ime thot. Tani ti ankimoje, por ama vetëm ankimimi ngelet në këtë moment. Dhe nuk ka asi të drejt, për ta kërkuar një gjatë tillë. Okej, mirë, ishte qartë dhe nga ana procedurale. Ju falenderoj shumë të treve për komentet edhe pak debatin, se mirë bën, nuk bën keq. Faleminderit shumë, Malvina, të përshëndes, nduaj kënaqësi, pastor, si gjithmonë, faleminderit. Shumë shkurt publicitet, kthehemi përsëri bashkë. Mirë, jemi rikthyer, do të flasim faktikisht për një temë globale që duket se ka sjellë shqetësim jo vetëm mes Rusisë dhe Kinës, por mund të ketë një efekt domino edhe në vendet të tjera të botës. E për këtë do të ndalemi të flasim për vendimin që Kina ndërpret furnizimin, blerjen e naftës ruse, diçka që nuk është pritur fort mirë nga Putin, e që siç u thash mund të ketë një efekt edhe në shtete të tjera. Novruz Nazarko është me mua në studio. Faleminderit shumë për kohën tuaj. Faleminderit për ftesën. Kam në një lidhje direkte Gjergj Buxhukun, ekspert ekonomie. Faleminderit shumë Gjergj, mirëdita. Dhe për pak çaste do të kemi një lidhje direkte edhe nga Pekini për të kuptuar mënyrën se si është përcjell lajmi apo çfarë mund të ketë shtyrë politikën atje të marrë këto vendime. Fillimisht, Gjergj, a ka efekt ekonomik në glob ky vendim? Padyshim që po. Nuk diskutohet, përveç Kinës diskuton edhe India që të marrë masat ngjashme. Okej. Për kufizimin e importit të blerjeve të naftës nga Rusia. Dhe praktikisht duhet të kemi parasysh faktin që gjatë gjithë kësaj kohe kur Rusia ka qenë në embargo, kanë qenë pikërisht futjet e naftës nëpërmjet Indisë e Kinës, ato të cilat pastaj kanë furnizuar me naftë të gjitha tregjet botërore. Një pjesë e madhe e
naftës që është importuar biles në Shqipëri gjatë gjithë kësaj kohe kur ka qenë në embargo Rusia dhe ishte India dhe Kina blerës strategjik të naftës ruse, pjesë e madhe importeve në Shqipëri kanë ardhur pikërisht nga India. Pra si përcjellës indirekt i naftës ruse në tregjet ndërkombëtare. Goditja që është dhënë në trysnin e fortë të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe presidentit Trump, tashmë realisht Kina mori vendimin për bllokimin e blerjes së naftës ruse. Kuptoj. Që natyrisht është me pasoja të mëdha në nivel botror dhe absolutisht. Do më shpjegosh në vijim efektin mbi të gjitha që ka në vendet e Bashkimit Evropian apo tek Shqipëria, apo në vijim kjo, të të kërkoj ndjes Gjergj vetëm pak çaste. Të kuptoj pak me Nazarko në studio. Zoti Nazarko, mbi ç'baza merren këto vendime që janë, le ta themi, radikale në një moment kur në glob situata nuk është as fort paqësore? E keni fjalën për vendimin e kompanive kineze shtetërore për të ndaluar tërheqjen e naftës ose marrjen e naftës nga treget ruse dhe konkretisht kompania Lukoil dhe Rosneft. Këto vendime merren, për mendimin tim në situatën që po merret tash është më tepër një vendim politik se sa një vendim ekonomik në drejtim të kinezëve. Mendoj se me nuhatjen e thellë politike që udhëheqësit kinezë kanë pasur gjatë gjithë kohërave, por më shumë tash kohët e fundit, duke qenë që presidenti Xi Jinping ka një linjë direkte të përhershme, të përditshme me presidentin rus, mua më duket sikur kjo tërheqje e Kinës është strategjike për faktin sepse më duket se po vjen në erë se konflikti Ukrainë-Rusi do t'i vi fundi. Dhe Kina nuk mundet që të kishte këtë bashkëpunim ekonomik me Rusinë, duke ditur që kjo nuk i vjen mirë perëndimit, dhe kur flas perëndimin në Europa, Amerika, Australia, Kanadaja, gjithë këto, duke ditur pra se ka informacion pak më tepër Kina dhe mbas takimit kuptohet të presidentit Trump me Putinin, është një shpresë e madhe që ky konflikt do të pushojë. Pra, Kina nuk ishte interesuar që kur ky konflikt pushonte, ajo atëherë do të ishte vazhdonte të ishte importuesja më e madhe e naftës dhe gazit rus, dhe si e tillë e mori këtë vendim për të kënaqur dy pjesë njëkohësisht, edhe opinionin perëndimor, por dhe atë ekonomik, sepse në fund të fundit Kina kohët e fundit po shifte një tërheqje të tregjeve financiare, po humbiste disa tregje financiare në Evropë. Pra ky vendim më tepër e shoh si vendim politik dhe e shoh si një augur të mirë për pushtimin e luftës Ukrainë-Rusi. Kemi një lidhje direkte me ajo preferon që ne ta quajmë Zana faktikisht, është gazetare në Pekin, Zhang Yan, por unë do të quaj Zana, siç ti preferon. Faleminderit shumë për kohën sot. Përshëndetje si Korela, faleminderit për ftesën dhe faktikisht deri tani nuk morëm informacion të konfirmuar nga kompani shtetërore përkatëse as nga ndonjë burim zyrtar qeveritar kinez për këtë çështje. Faktikisht është që juve dini, Kina është vlerësja më e madhe naftës në botë. Prandaj publikimi i informacioneve të tilla duhet të jenë me shumë kujdes, pasi do të shkaktojë rruhatin në tregjet ndërkombëtare. Faktikisht, por kjo temë ka qenë një ndër temat më të diskutuara ditët e fundit. Po pra, këtë më shpjego pak Zana, tani, ideja është nuk ka njoftim zyrtar nga qeveria, por atje diskutohet dhe do bëhet fakt apo jo? Nuk ka, do me thënë, informacion të konfirmuar as nga burim zyrtar, as nga kompani përkatëse ju të mërëndët kineze për ndallimin e importit të naftës ruse. Por faktikisht kjo temë ka qenë më të diskutuara ditët e fundit edhe në mediat kineze, si për shembull thuhet se India ka premtuar për të ndaluar plotësisht importin e naftës ruse, ose India ka filluar të ulë në mënyrë të ndjeshme importin e naftës ruse. Gjithsesi, të gjitha këto janë informacione të njëanshme dhe duhet të presin konfirmim të mëdhenshëm, siç për rastin e Kinës. Faktikisht, po t'i themi marrëdhëniet për sa i përket marrëdhënieve tregtare midis Kinës dhe Rusisë, siç deklaroi Ministria e Jashtme e Kinës, ne e themi se Kina nuk është prodhuese as pjesëmarrëse e konfliktit të Ukrainës,
Prandaj Kina por Kina gjithmonë propozon, domethënë zgjidhjen paqësore nëpërmjet dialogut të këtyre. Çfarë mendon ti që mund ta ketë shtyr Kinën të marrë këtë vendim në këtë moment? Pse duan të ndërpresin blerjen nga Rusia? Unë mendoj se faktikisht kjo ka të bëjë me ndonëse se palën amerikane për shembull presionet nga presidenti amerikan Donald Trump pavarësisht ndaj Indisë apo nga palës kineze. Por Kina është mendimi të gjithmonë se neve po zhvillojmë tregti sipas standardeve të Organizatës Botërore të Tregtisë dhe rregullave të OKB-s, prandaj po ndërkohë SBA-ja dhe Evropa kanë zhvilluar dhe po zhvillojnë tregti normale me Rusinë për disa produkte posaçme, prandaj neve mendoj se kjo është një standard të dyfisht. Për shembull, edhe ne mendojmë më shkon bile ndërmend në një shprehje urtë në gjuhën shqipe që thonë se bëj si them unë, mos bëj si bëj unë. Pa kjo është marrëdhënie tregtare aktuale midis Kinës dhe Rusisë, edhe pse Kina ka bërë kontroll të rreptë për eksportin e disa materialeve të posaçme për përdorimin të dy fishta, edhe ka qenë propozuese më aktive për zgjidhjen paqësore. Po kjo është situata që nuk është në dorën e Kinës. Paka shumë përshkrimi që bëre ti Nazarko, ka të drejtë kur përdor edhe shprehjen, do të pyes në fund Zana se jam shumë kurioze dhe nuk mund të më shpëtosh pa të të thënë, mirë që di shqip, po di dhe shprehjet tona që përdorim ne. Po, është paka shumë ajo që ti po thoj, pra po luajnë disi me edhe kjo çështja e vendosjes së tarifave të Trumpit nuk është se pritet shumë mirë për njerëz vërtetës. Absolutisht jo, sidomos në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku unë jetoj prej 35 vitesh po thuaj, tarifat e Trumpit në fillim u pritën mirë dhe u panë si një regulator i borxhit të jashtëm i politikave ekonomike, por me kalimin e kohës njerëzit kanë filluar dhe të humbasin patient, të mos jenë më aq të qetë, kanë filluar mbyllja e vendeve të punës, janë ngritur çmimet, inflacioni është ngritur lart dhe kjo kuptohet që ka atë efektin domino që shkon të gjitha sferat e jetës, sepse ngritja e inflacioni shoqërohet me interesat të larta, shoqërohet me papunësi, shoqërohet me ngritje të çmimeve, siç e dinë të gjithë. Pra tashti kanë humbur dhe vetë Trumpi, unë mendoj që jo se kupton ai ka ata këshilltarët e tij, por edhe ai tash është në një pikë të tillë që nuk di si të dalë nga ajo situatë, për arsye sepse blofi funksionon deri në farvendi. Dhe mendoj që do Kina në këtë përballje apo dëshirat e Trump? Nuk ka të fituar kur vjen fjala të tarifa të zgjatura, ka vetëm të humbur dhe qoftë Kina, qoftë Amerika apo tregu botëror vetëm do të humbasë nëse tarifat do të jenë të zgjatura. Pjesa tjetër është që Trumpi po i mëshon fort, si thash në fillim teorisë, që në qoftë se në botë ka paqe, tregtia e lirë është trademark e sistemit kapitalist, pra nuk pritet që Trumpi dhe ekonomistët amerikanë të thonë që tarifat do të nxjerrin nga situata gjendjen në rrjenjes ekonomike. Dhe mendoj që filozofia që kishte Reagani për tarifat ishte filozofia më e mirë dhe që përfaqëson politikën amerikane. Reagani thoshte që tarifat duhet të jenë shumë të rralla, duhet të jenë të përkohshme dhe duhet të jenë strategjike. Dhe në këtë rast, fjala strategjike i përshtatet Trumpit sepse kishte shkuar në një pikë të tillë ekonomia që po thuajse pa tarifa punat po iknin jashtë. Por pjesa e rrallë dhe e përkohshme po i del pak nga dora me sa e shikoj. Gjergj, çfarë ndikimi ka në Europë dhe në Shqipëri kjo lëvizje, nëse ka një të tillë? Shiko, unë mendoj që deri tani, njoftimi që doli në median botërore për ndërprerjen e furnizimeve me naftë ruse të Kinës edhe të Indisë, që është shumë e rëndësishme dhe India në fakt, nuk ka pasur ndikim direkt në çmimin e naftës. Dhe kjo tregon një gjë që, si të thuash, edhe tregjet janë në pritje, se çfarë do ndodhi realisht. Mua më bëri përshtypje në fakt raportimi nga Pekini, i kolege Zana në këtë rast po e quajmë, që tha që nuk është bërë zyrtare ende, domethënë këto lajmet që dolën në media botërore ende janë në fazën e pritshmërive më tepër, nëse do ta marrin vërtet raportimin e saj, kuptohet gjithmonë. Por fakti që nuk ka ndikuar në tregjet botërore, them që ka vërtetësi.
Tani, ne duhet të mendojmë për pjesën nëse masat hynë në fuqi, pra, se tu është për pjesën e keqe të lojës. Natyrisht duke shpresuar që konflikti Rusi-Ukrainë të marri fund shpejt, sepse ai situash është në gjenezën e gjithë këtyre politikave ndërkombëtare, përfshirë dhe naftën. Po, Shqipëria çfarë fiton, humbet apo është nul në gjithë këtë situatë? Jo, nuk është nul Shqipëria, përkundërzi, së pari njëherë Shqipëria goditet në mënyrë indirekte, sepse nëse bie ekonomia botërore, natyrisht ka pasojë edhe te ne. Bie ekonomia europiane, ka pasojë edhe te ne. Ngritja e çmimit të naftës që është pasojë drejt për drejt e ndërprerjes naftës ruse që ka furnizuar në fakt që ka furnizuar me naftë një pjesë të konsiderueshme të tregjeve botërore, natyrisht do çojë në rritje çmimi. Pra, rritja e çmimit do të çojë natyrisht në ngadalësim ekonomik të botës në përgjithësi dhe Europës në veçanti dhe natyrisht do pasqyrohet edhe në Shqipëri. Së dyti, problemi i madh që ka Shqipëria, dhe unë këtu desha që të fokusohem në fakt, se këto politika të mëdha këto të tjerat, ne flasim për variantin më të keq, se çfarë mund të bëjmë ne dhe si mund ndikojë te ne. Them që një ngritje më tejshme e çmimit të naftës në tregjet botërore tek ne është e shumëfishuar, sepse ne sot paguajmë naftën që në kuptimin e relativ, krahasimin relativ, mund të kemi nga vendet me çmimin më të lartë në botë. Imagjinoni edhe një shtim tjetër shtesë të çmimit të karburanteve, çfarë do të thotë kjo për xhepat e qytetarëve, çfarë do të thotë kjo për ekonominë kombëtare dhe sidomos për industrinë dhe prodhimin kombëtar. Sepse ti je tashmë në nivelet më të larta të çmimit në nivel botëror në krahasim relativ. Imagjinoj edhe një shtesë tjetër. Dhe kjo do të thotë që ne duhet të marrim masa, duhet të mendojmë sot për variantin më të keq. Jo t'ia lëm që të ndodhin dhe pastaj të kujtojmë. Cilat janë disa variante të cilat realisht neve duhet që t'i mendojmë mirë dhe t'jemi të përgatitur. Shkurt fare, e para njëherë është ndërprerja e kontrabandës masive të naftës që hynë nga vendet e treta në Shqipëri, përfshi këtu dhe nga vendet që janë në embargo sot, përfshi dhe naftën ruse. Kjo është një embargo realisht që në fakt nuk e ndihmon ekonominë shqiptare dhe ndërprerja e kontrabandës në Shqipëri ka një vlerë që kemi një shifër reale, mos flasim në ajër, mbi 250 milion, 300 milion euro në vit është kontrabanda e naftës që bëhet në Shqipëri. Shkurtimi i kontrabandës naftës do të jepte mundësi qeverisë shqiptare që të mendonte realisht për uljen e taksave dhe të tarifave që sot janë shumë të larta mbi naftën që tregtohet në botë. Pra, është një lëvizje që ka këtë pasojë. Që është e mundshme për të marrë, që në qoftë se do jemi detyruar të ngrejmë çmimet, ato çmime pastaj janë masa që ti thua se ne mund të marrim në mënyrë që të mos kemi ato efektet pastaj të cilat i paralajmërove. Po pikërisht, pra, domethënë ne duhet të bëjmë ato që kemi në dorë, Sidorela. Dhe që të kemi në dorë është që ne të mos lejojmë rritjen e mëtejshme të çmimit të naftës, nëse nafta në tregjet botërore do të rritet. Dhe mundësia është kjo, që ne sot kemi kontrabandë masive me vlera të mëdha, duke ulur kontrabandën të jep mundësi që të bësh politika financiare dhe fiskale brenda që të mos rritet çmimi i naftës për brenda. Vetëm të më sqaroj diçka Nazarko dhe Zana do vite këti me njëherë. Kjo pjesa e Europës, e Shqipërisë, etj me radhë. Mendon që është gjë e përkohshme apo do vazhdoj të ketë këtë lloj rritje qoftë të çmimit të naftës, qoftë edhe efekteve që ne i psojmë si shtete edhe pak të varura nga të tjerët? Unë mendoj që në Shqipëri duke parë historinë e 20 viteve të fundit dhe më tutje, në qoftë se duam ta themi ashtu, tregjet globale pothuajse kanë patur ndikim të pakt për arsyet ato që tha zoti Buxhuku, që në Shqipëri janë faktorë të tjerë, siç është kontrabanda, siç janë grosistët edhe gjëra të tjera. Kurse në Europë patjetër, në Europë qetësimi i tregjeve botërore në Europë do të ndihet menjëherë, sidomos qetësimi i luftës, kthehem prapë tek ajo Ukrainë-Rusi,
mundësi, sepse nuk është fjala vetëm për naftën, por është fjala edhe për gazin natyror, të cilën tashmë ata e përdorin pothuajse në kapacitete si dhe nafta. Dhe po bëjnë përpjekje që të ketë një diversion që këto furnizime të vinë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, sidomos gazi natyror, por largësia, gjeografia e të gjitha ato e bëjnë pothuajse të pamundur. Pra, ti përgjigjem pyetjes tuaj në shkurt, kjo patjetër do të ketë ndikim pozitiv në Europë, por nuk jam shumë i sigurt për Shqipëri. Jo i sigurt për Shqipërinë. Në çfarë aspekt pse? Në aspektin sepse në Shqipëri spekulohet dhe çmimet, thjesht duhet të shikosh çmimet e benzinës. Pra ti thua që jo domosdoshmërisht se po ndodh atje duhet rriten këtu se ndonjëherë përfitojnë nga të tilla raste dhe ndodh ndonjë lëvizje e këtij lloji. Tani, Zana, jashtë teme, ku ke mësuar shqip kaq mirë? Unë në universitetet këtu në Pekin. Unë thjesht mësoj këtu në Pekin bashkë me ndonjë shok dhe mësimdhënien nga profesori shqiptar. Po pse shqip? Pse mësove shqip? Tani kemi devijuar temën e sotme, besoj. Më thuaj pak. Po është një rastësisht. Mund themi se ne mund pasi ne fituan, domethënë në provimin e pranimin në universitet, mund fituan sigurisht një notë, pastaj mund të firmosin disa, për shembull, disa tekë që ke më shumë interes për të studiuar. Pastaj shkolla mund të caktonte në të cilën nëse mund të pranohesh nga kjo tekë. Një shqipja është një ndër gjuhët që unë e shpreh pak interes bashkë me disa gjuhë të tjera dhe fatmirësisht jam këtu bashkë me ju, flasë shqip dhe... Pse e ke quajtur veten tënde Zana? Ta ka thënë ndonjë shqiptar apo e ke zgjedhur vetë? Është dhënë nga profesori shqiptar, Rushdi Historin nga Elbasani. Është nga Elbasani, profesori. Profesori jeton në Pekin? Po, profesori më vjen shumë keq, u ndal nga jeta, por është një profesor shumë i mirë dhe për të gjithë studentët e tij besoj se ne do të mbajmë gjithmonë në kujtimet e tona për mësimdhënie që ka për në shkollë. Faktikisht ty të kam thënë një shqipe perfekte se ti e flet shumë mirë shqipen. Edhe nga ana gramatikore nuk është se bën gabime, është perfekt. Zana, ke dëshirë ta vizitosh ndonjëherë Shqipërinë? Ke qenë ndonjëherë këtu? Kam punuar një vit në Shqipëri dhe bashku për një projekt shtetëror, por ishte në vitin 2008. Prandaj unë mendoj se sot mund të jem këtu në studion e Top Channelit, ka edhe domethënie për mua, sepse në vitin 2008 më vjen shumë keq, ka një rast i gjunaka për grupin tuaj, zotërisin Medari, nga jeta. Sa shumë informacione pas që ti për Shqipërinë? Kam edhe bile shumë du fëlluvesh të vendosura rreth temës aty Buzëllumit në anë. Pra sot është një rast i çmuar edhe për mua dhe pavarësisht qoftë edhe nga njoftimi për Kinën, nga ju transmetoj gjitha informacione nga Kina apo si një lidhje të posaçëm midis meje edhe Top Channelit. Faleminderit shumë, Zana, për kohën, lidhjen direkt. Po, thuaj. Po, si Dorella kam edhe një pak fjallë për të shtuar, sepse kam dëgjuar edhe zotëri, dy analistët që juve keni aty në studio, ata kanë të drejtë dhe edhe për çështjen e naftës, për shembull pavarësisht për Kinën, për Indinë apo për Rusinë, po unë duhet të shtoj se përveç çështjes së naftës, faktikisht fokusi i fundit më i madh për Kinën janë bisedime ekonomiko-tregtare midis Kinës dhe Washingtonit, sepse po zhvillohet këto ditë në Malajzi, në Kuala Lumpur, sepse juve dini pas 4 raundesh bisedimesh, pavarësisht ka ndonjë pikë përbashkëta ose konsensuse. Të gjitha këto nuk janë vënë në praktika si të dukura, po faktikisht është se pala amerikane ndryshon shumë shpesh. Për shembull, nuk mund të themi se bëjmë një vendim sot, pastaj ndryshojmë nesër, pastaj dhe një tjetër gjë. Pra, duhen pak më serioze edhe njoftimet dhe baza dhe mënyra se si merren ato. Zana, faleminderit shumë. Se kemi shumë pak minuta, ndjes se më duhet ta ndërpres. Falenderoj shumë për kohën, komentet edhe historinë tënde interesante dhe lidhjen që paske me periudhën kur ke qenë në Shqipëri, me
profesorin tënd që ke mësuar gjuhën e të tjerë me radhë. Falenderoj shumë. Gjergj, gjithmonë kënaqësi. Përshëndetje dhe ty, faleminderit për komentet e tua. Nazarko, shumë faleminderit. Faleminderit dhe juve që më. Urojmë të shpresojmë që mos ketë ndonjë efekt domino dhe të na rritet nafta për 2 ditë. Shumë shkurt publicitet, kthehemi përsëri bashkë. Mirë, jemi rikthyer në minutat në vijim, do të jemi në një bisedë për largimin e tij nga Shqipëria dhe rikthimin në këtë moment të Viserlos. Viserlo, mirëdita. Mirëdita, mirë se gjeta. Faleminderit shumë për kohën sot. Faleminderit ty për ftesën. Është gjithmonë kënaqësi kur të kam në studio. Hera e dytë kjo besoj. Për herë të fundit ke qenë në këtë studio sapo ke dalë nga Big Brother. Ka qenë dita e dytë e daljes? Dita e dytë e jotja. Sa shumë kanë ndryshuar gjërat prej asaj dite? Sot po vi për herë të parë me një hund të re. Hunda nuk është e vetmja risinga ti të lutem. Dhe imazhi, jo, po flasim për imazhin, si jemi dukur në kamerat e pas së njëjtë studio edhe deri tek o sot. Pëlqen në profil, hunda e re. Hunda e re është shumë e bukur në profil, po më e mira e saj është ana funksionale, kështu që marrim frymë e këndojmë më mirë tani. Vërtet? Po. Jemi okej, ndihesh më. Nga këngëtari dështuar, siç do thonin gojët e liga, në një këngëtar ekselent. Do flasim dhe për gojët e liga, nga ta nisun me ty. Ti vendose të largoheshe në Spanjë. Vendosa të shkoja në Madrid si fillim, pas gjëra që e ke parasysh ndodhin me intuit, pa intuit, me diçka, pa diçka, përfundova në Barcelonë edhe vazhdova jetesën aty prej 5 muajsh. E tani jam këtu duke u përgatitur. Shumë mirë, do me më mirë se që prisja. Gjithmonë kam qenë me atë idenë që një shqiptari, sa do i talentuar tjetë, apo sa do inteligente, mendje ndritur, jashtë këtij kufiri me pasaportën tonë, nuk është se do i mirëpresin me një tapet kuq. Dhe absolutisht edhe unë nuk është se prisja këtë, por ka shkuar më mirë se çunë parashikoja. Kam parë Instagramin dhe jam befasuar, po ti do më tregosh tani se çfarë shkoi mirë dhe çfarë po të pengon në këtë moment, nëse ke pengesa. Që do të thotë, shkoi mirë sepse mund të kemi një këngë spanjisht, mund të kemi bashkëpunim, me çfarë po merresh? Unë momentalisht, si Dorel, po merre me marrëveshje, po merre me kontrata, po merre me dokumenta, jam në një vorbull letrash në kokën time, që nuk e di janë më të rëndësishme shkronjat e vogla, po ato të mëdhaja me shumë zero, por që avash besoj do e gjej stabilitetin të përpunoj gjithë informacionin edhe gjithë emocionin e gjës që po ndodh. Mund të them që është një ndryshim drastik edhe një nisje e re totalisht nga zero. Totalisht nga zero, ashtu siç ti faktikisht e kërkove dhe e doje? Patjetër, çdo gjë vjen nga vendimet edhe... Çfarë mendon mami jot për gjithë këto ndryshime të tuat? Mami im akoma nuk është e informuar 100% për gjitha gjërat, se ke parasysh deri në pikën që gjëja është zyrtare. Ti nuk e ngarkon me informacion? Patjetër. Jam gja vetë super i ngarkuar me çdo informacion edhe çdo detaj të gjës, sa që... Nuk do doja ta kaloja hard diskun në... Që po të shoh në studio, je mirë, fizikisht je pak më i shëndetshëm, ke qenë shumë i dobët. Jam pak më i shëndetshëm, fizikisht. Kjo bluza më tregon pak më të dobët, faktikisht. Kam shtuar 4 kile. Shef pra që syri im Kam shtuar 4 kile, kam dal nga Shqipëria 54 dhe jam rikthyer 58. Shumë pak janë gjithsesi, por... Kanë mbajtur mirë në Barcelonë. Jam mbajtur mirë. Këtë të dëgjoja. Jam shumë autodidakt si individ dhe çdo gjë kam mësuar vetë, çdo gjë kam bërë vetë, kështu që edhe vetë mbahemi me aq sa mundemi. Po si nuk le ngjyrë flokësh pa përdorur, pa ndryshuar, pa parë veten, a do gjesh qetësi?
në ndryshimet e lukut? Unë nuk e bëj për të gjetur qetësi apo për të pasur diçka fatgjate. Unë me flokët gjithmonë kam dashur të merrem, me ndryshimin e imazhit kam dashur të merrem. Jam i mendimit që një artist nëse nuk ka lirshmërinë për ta vendosur veten në petkun e çdo personazhi që mund të krijojë vet apo mund të krijojnë për të, atëherë nuk është një artist që ndjet lirë në vetë lëkurën e tij, për të qenë lirë në atë çfarë transmeton tek një publik më i gjerë, kështu që luku është minimalja që unë mund të bëj si artist. Pastaj më tutje. Të kam ndjekur, kam parë postimet të tuat dhe pyetja që mund të të bëj është pse zgjedh të thyesh tabu në forma të ndryshme, jo vetëm në ndryshime modele flokësh, por madje edhe të reagosh me postime në rrjetet sociale, duke thënë nëse nuk ju pëlqen se çfarë postoj, largohuni nga Instagrami im. Shiko, Sidorela, unë me këtë gjë do me kam luftuar gjithë jetën time, sepse në emrin tim jam vendosur pa fund tituj, pa fund pusulla edhe pa fund etiketime, kështu që unë kam thënë nëse unë bëkër kam këto që ju po më cilësoni, atëherë unë po ju jap diçka më shumë. Do me thënë, do luajmë 2 anë, apo do luani ju me emrin tim, të paktën më paguani. Do me thënë, nëse doni që unë t'ju këndoj e t'ju bëj serenata, unë vi ju a bëj me gjithë shef se kjo është profesioni im. Në rrjetet sociale me foto? Viserlo nuk jep show, Viserlo, si që tha pak më parë, i pëlqen të vendoset në petkun e çdo personazhi që ka në kokë, edhe Viserlo jep një realitet të ri, ashtu si që e jep Viserlo apo Kledi? Kledi është emri vërtet i Viserlos. Kledi krijoi Viserlon dhe e gjithë gjëja publike që del në këtë fytyrë është e Viserlos. Është Viserlo. Është Viserlo. Kledi është tjetër? Kledi është ai që ke parasysh ai që lëviz këtë marionetën, le ta quajmë, prapa kuintave, dhe ai që ka një jetë intime, një jetë private dhe një jetë që askush jashtë rrethit të ngushtë nuk e di se ç'ndodh. Ti je një makineri që lëviz gjatë gjithë kohës edhe ke gjithmonë të reja dhe mua më ka tërhequr vëmendje një nga publikimet i dashuruar me një kriminal. Ajo ka qenë Britney Spears. Okej, e dashuruar me një kriminal. Personi në foto ka qenë thjesht një kalimtar i momentit, të cilit unë i kërkoj ndjes, sepse ligjet mbi mbrojtjen e të drejtave e të dhënave personale, gjithsesi kemi kaluar dogan, kështu që... Tani ti postove këtë foton me këngën "Jam dashuruar me një kriminal" të Britney Spears. Po, tani e para kënga ishte në mendjen time gjatë një javë dhe e dëgjoja, e kisha në playlistën kur fiksojmë një këngë, nuk e heq. E dyta, pamja ishte spektakolare. Domethënë ti mund ta shikosh edhe vetë. Është pamje. Unë në Instagramin tim jam mësuar të vlerësoj të bukurën, jam mësuar të vlerësoj... Se zgjodhe këtë pamje? Sepse këtë kisha përballë. Faktikisht isha i ulur diku, po pje një cigare, dhe person në fjalë që është një panjohur. Vazhdon është i panjohur këtë personi? Vazhdon është i panjohur. Jo, absolutisht jo. Mua duhet më flasin, për ndryshe unë nuk flas. Pastaj kemi edhe gjërat të tjera që na e pengojnë këtë të folurën. Pse? Po, tani si që thot edhe Britney, ajo u dashurua me një kriminal, unë ndoshta kriminal jo, por dashurin e morë me vete kur ikëm nga këtu, për ta shpërndar rrugëve të Barcelonës. Shpërndar shumë dashuri rrugëve të Barcelonës? Por mund të themi që kam lënë diçka. Një dashuruar ti? Në Barcelonë? Unë as nuk kam marrë me vete, por... Mund të themi që po, jam i dashuruar në Barcelonë. Kësë është titull kënge, Viserlo, kujdes? Jo, nuk është titull kënge.
Okej, do në gjithë një gjitha tani. Çfarë kemi këtu? Unë nuk, asgjë s'kam për publike. Çka thot ta te regjia? Unë këtë se dia. Këtu çfarë është kjo? Më ilumino. Tani që t'jemi të sinqertë dhe të qartë këtu. Nuk del nga kjo studio. Jo, po prit, unë, si që thash pak më përpara, punët e zemrës, unë i mbaj private. Çdo gjë të publikuar janë gjëra që mund të publikohen, për shembull, personin foto është një mik i imi, që nuk është një i panjohur, por jo, nuk do... Gjërat intime dhe private, unë i mbaj për veten time. Po, u bën 4 muaj. Je i lumtur? Jam i lumtur. Për aq kosa. Po pret të shkosh prapë në Barcelonë? Për Barcelonën më shumë. A flet 24 orë? 24 orë jo, sepse nuk jam shumë gjithë. I the që të futem në një emision tani? Jo. Nuk ndaj detajet, nuk jam toksik edhe nuk dua që të jenë mbi mua, kështu që jam i fokusuar në karrierë momentalisht, nuk jam 100% aty, po tani përderisa ndodhi do të thotë që ka pasur vend. Sa po të përfundoj si Dorela me këto angazhimet, kontratat, gjërat që kam për të marrë, disa dokumenta që më duen, sepse jam në negociata, le ta quajmë për një mbyllje kontrate disa milionëshe për përfaqësimin tim artistik dhe për shitjen e albumit tim Maniatika, që jam duke punuar. Është një shtëpi diskografike shumë e madhe e interesuar për këtë projekt. Jam bërë takimet e para. Pres që çdo gjë të finalizohet që të mund t'jap më shumë informacione, por për momentin më duhen këto letra të vullosura për cilat... A ty do shkosh t'ja thuash mamit pastaj, pa letrat nuk shkon, nuk të pa letrat nuk tregohet asgjë. ¿Has aprendido a hablar español? Yo sé hablar español desde que tengo 8 años, así que... Okej, Visarlo e kam mësuar shumë mirë spanjishtën. Spanjishtën e di që kur mbaj mend, edhe që kur kam qenë 8 vjeç. Po. Kështu që... Ke tentuar një 2-3 herë edhe brenda Big Brotherit të bësh komente në spanjisht ironike? Kam tentuar, po më është zbuluar tuaja. Tani, para se tikje, nga Shqipëria drejt Barcelonës, si që bëje ca deklarata në rrjetet sociale, jo ju vizni klikime, jo ju blini, se ju nuk mund të keni më shumë klikime se Miley Cyrus, moj Miley, ti nuk di se sa bukur blien klikimet në Shqipëri, edhe kishe përgjestin për Eglin, për disa, se ti flet dhe troç, s'ke nevoja se të pyesësh për emra. Që pate me këta persona? Tani, si Dorela, ne jemi rritur me imazhin e Hollywoodit, jemi rritur me atë të bukurën që në moment që ke famën, ke lekun, në momentin që ke lekun, ke famën, e anasjeltas. Më kupton ç'te? Në Shqipëri, ndodh që ti kur ke famën nuk ke lekun, se këtu presin të e ke parasysh ti, të shtrydhin deri në fund, edhe pastaj ti çdo bësh, do mbash këtë fasadën e famës. Më kupton? Do detyrohesh të shkosh drejt kleringut, do detyrohesh të bësh atë bujën... Bravo, ti se kishe në përgjithësi këtë gjë. E më the të thash, jo, unë dua të dalë këtu. Këngë me emër, unë dua të dalë këtu. Se ke folur në përgjithësi. Patjetër, por dua të dalë te kjo, që në momentin që ti shet diçka që nuk je, dhe nuk ke mundësi ta mbash me kapacitetin tënd artistik dhe me frymën tënde të lirë dhe të qëllimshme, atëherë do shkosh drejt kësaj fasade që nëse ka budallënj për ta besuar, patjetër që ti do jesh jashtë ta mbash. Pra ti thua që të tyre janë fasada?
Të çdo individi që këtu shet dhe Se ti blen. beson që Egli, Gjesti nuk klikohen, nuk dëgjohen? Më falë, ti beson që për 24 orë mund të kap 2 milionë... Unë nuk marrë vesh nga tregu muzikor, prandaj po të pyes ty, se po të merja vesh, do ta jepja ndonjë koment. Po edhe unë, kuptoj fare. këtë po them, tani, ne e ke parasysh deri dhe daja daj. Unë jam Viserlo, ti je Sidorella. Kjo këtu është tavolin, xhami apo cili do qoftë materiali. Nuk mund të shesim hudhrën për qep. Kështu që këto kanë qenë disa transparenca që unë kam dashur të bëj. Unë kam 9 vite Sidorella që merre me muzikë. Të sulmuan shumë kur bërë këtë fjalë? Jo, nuk më sulmuan, më mbështetën. Sepse e ke parasysh, duhet vetëm një person që të hedhi gurin që të tjerë të shkojnë ta marrin. Përndryshe, Shqipëria funksionon në këtë mënyrë. Do mbyllim gojën sepse na duhet, do ham bukën sepse na mbaroi gjalpi. Më kupton? Vetë nga personat në fjalë nuk patën ndonjëherë ndonjë koment? Nga personat në fjalë? Jo, personat në fjalë janë të aftë të menaxhojnë as Instagramet e tyre. Kështu siç ka ardhur puna. Nuk është se do merren me çështje vërteta. Marrin pak me radhë disa nga banorët e Big Brotherit që kanë ndarë një pjesë të rrugtimit me ty, ti me ta, e tjerë me radhë. Për shembull, sot ke komunikim, marrëdhënie, koment me Gjestin? Absolutisht jo. Dhe do më thënë nuk e kam kërkuar një komunikim të tillë, as nga ana ti nuk është kërkuar një komunikim i tillë. Faktikisht, unë kam postuar një story për fatkeqësinë që i ndodhi, më ka ardhur shumë keq, tmerrsisht keq, sepse janë gjëra humane që në fund ditës nuk ja dëshiroj askujt, edhe më është rënqethur mishi, kam qenë i habitur, i shokuar, edhe kam bërë një story që një dhimbje e tillë gjithmonë dhe më njëjtë, edhe kam dashur sadopak të gjendem, e ke parasysh pranë situatës, jo pranë ti, sepse ai nuk më ndjek, unë nuk e ndjek, edhe normalisht atë story nuk do e ketë parë, por kam dashur t'i gjendem pranë situatës si një human edhe me shumë dashamirësi. Egli, ke komunikim me të? Jo, në mënyrë absolute, nuk kam asnjë komunikim me të. Në dalje të Bigut në finale, në këto ka ardhur më ka përqafuar. Më vonë në një takim tjetër ka qenë distancuar. Nuk e di, do të thënë ka pasur ato luhatjet e veta si gjithmonë. Nuk kam dashur kur të kem një komunikim unë, as qasje nga ana asaj nuk ka pasur, kështu që unë ju uroj suksese, por Kaq. besoj se e ka kapur suksesin e vet. E ka kapur suksesin e vet. Jozi. Më falë, ti nuk flet me asnjë nga këta që mos lodhem. Jo, Okej, nuk kam Jozi. asnjë komunikim me Jozin, duke qenë që as nuk ka qenë pjesë e finales, e të tjera me radhë për prej incidentit që ndodhi. Nuk e kam takuar, nuk kam folur. Laerti. Me Laertin kemi kontaktuar disa herë, vetëm telefonata, njëjtësisht edhe me Rozanën, por vetëm në fillim, pasi Bigun paroi, më pas, thjesht jemi në Instagram, por që nuk është se kemi pasur në një komunikim më tutje. Po, Rozana është pas Laertit faktikisht, po ishte njëjti koment. Është njëjti koment, e mora në celular, e urova për ditëlindje duke i kënduar këngën. Rozanës? Rozanës. Bëj kujdes tani se Rozana ka filluar merr në mes të emisionit të Goca dhe Gra dhe kujdes të martën darkë së mos thuash ndonjë gjë. Dhe më tha pse nuk ishe kështu brenda në Big. Dhe i thash ti ç'shprisje brenda në Big.
Pse ti jashtë Bigut je më, është e vërtet, Rozana, s'ka gabuar këtu. Por, shiko, në Big hyri, si që thash, Viserlo, jashtë, në marrëdhënie më intime, komunikon Klejdi. Do shta ke ndirë pak presionin e kamerave atje, gjatë gjithë kohës se... Me thënë të drejtën, jo, me thënë të drejtën jam ndirë shumë i çliruar, por është rysni aty, se gjithë hidhen për të kapur atë bukën që bie nga qelli. Loredana, apo Livia, kemi Livian për para, po, Livian. Me Livian, jemi sqaruar pak në përfundim të Bigut, kemi folur, kemi qenë në një makinë bashk, kemi pasur bisedat tona. Më duket tjetër Livia jashtë se Livia brënda, shumë e influencuar ka qenë brënda, por që nuk është se kam të një kontakt, jemi thjesht në Instagram, bëjmë në një koment, njëri tjetër të Ecim, Loredana. Loredana, kemi një takim pezull me Lorin, do e takoja para se, ditën kur mbërrita në Shqipëri, këtë herë që u riktheva, Loredana kishte për të shkuar, për të bërë valigjen, për të udhëtuar për Itali, dhe akoma nuk kemi bërë. U bë një javë pak që nuk kemi takuar. Po, e kisha në studio dje Loredana, ka ikur të ditëlindja vllajt saj, prandaj nuk jeni për bashk. Valbona. Me Valbonën, para 3 ditësh, në mos gaboj fola, i thash për të takuar, Valbona ishte për vizitë tek gjyshrit e saj, po i nxert palara tani. Pra, për regon të të kanë që marrëdhënie ke ti me këta. Po, përderisa kam folur, do të thotë që marrëdhënie të mirë me Valbonën, me Loredanën i mbaj marrëdhënie. Gerta. Me Gertën, kemi pasur shkëmbime, komentesh, Instagrami, gjërat e tilla, kemi folur edhe pak në celular, tek ditëlindja Loredanës pata një qëndrim shumë të këndshëm, një bisedë shumë të këndshme, unë e kam shumë për zemër Gertën, edhe më vjen mirë që kështu e buzëqeshur është akoma, edhe i mbajmë marrëdhëniet. Danja. Edhe me Danjën vazhdoj... Ndenjur shumë me Danjën në Big Brother. Po, me Danjën kam ndenjur shumë, vazhdoj të kem marrëdhëniet akoma, telefonike gjithmonë, Danja me projektet e saja, unë në Barcelonë, kështu që vazhdojmë të kemi marrëdhëniet akoma. Amber? Absolutisht asnjë kontakt. Më duket pak hipokrite faktikisht për personin që është edhe atë që do të përfaqësoj, kështu që jam munduar ta mbaj larg, të them të drejtën. Nuk është se ajo ka pasur një qasje apo dëshirë për të më kontaktuar, gjithsesi, por edhe unë vetë nga ana ime nuk është se kam pasur ndonjë dëshirë. Pra, nga të gjithë banorët nuk është se ke ndonjërin shumë mik. Shumë mik... Fjale madhe. Fjale madhe, por kontaktet mire dhe për zemërsi ka me 4-5 prej tyre. Dejan që si përket Big Brotherit tënd ke mikeshti? Sepse Dejan e kam pasur mikesh që këtu e 3 vite, kështu që... Nuk po ta bëjmë atë pyetje kur do ikësh prap në Spanjë, se... Nuk varet nga unë. Je pak, po pra, varet nga... Varet nga... Kontrata, nga dokumentat, edhe nga gjithë gjërat e tjera. Viserlo, e kështë marrë malli. Ishte një bisedë e këndshme. Dhe jam e lumtur që pas ke gjetur dashurin, je në form, je mirë, se kur erdhe nga Bigu ishe pak i çroditur. Isha pak i çroditur, madje edhe tani, nga që është intervista ime parë pas... Disa muajsh, po, e vërtet. Disa muajsh, jam pak në siklet, jam duke u rridur, dhe është hera ime parë që flasë për çështjet e zemrës, publikisht, që jam i dashuruar, se nuk thash gjë tjetër, se mos shpikni ju që dëgjoni. Por ti emocionohesh kur flet për këtë temën, se vetëm kur flet për dashurinë emocionohem që flas për këtë temën, sepse Viserlo është seks simbolizuar gjithmonë, Viserlos janë shpikur video, Viserlos janë shpikur ndodhira, edhe unë jam çfarë t'ju jap që të hani, më kupton çfarë lajmesh më t'ju jap. Ja, këtë dashurisë edhe se një javë do merren me këtë. Po le të merren. Viserlo, faleminderit. Faleminderit ty. Ishte kënaqësi. Shumë shkurt publicitet, kthehemi përsëri bashkë.
Mirë, jemi rikthyer në minutat në vijim, do të flasim për një ngjarje të rëndë që faktikisht duhet keni dëgjuar se si në 21 tetor u njoftua për një zjarr të madh në afërsitë të Leskovikut, ku ka përfshirë një prej shtëpive të Drurit që një biznes agroturizmi kishte. Nga zjarri nuk ka dëme në njerëz, por e gjithë banesa prej Druri është djegur dhe ka dëme të shumta materiale. Sipas të dhënave, u dyshua se zjarri është ndezur nga vetë zonja e biznesit, ku për shkak të një pakujdesie ka marrë për masa më të mëdha se që mund të parashikohej në momentin e parë. Sot ne kemi në lidhje direkte të zonjën, e cila mbrëmjen e kaluar ka postuar një video në rrjetet sociale kur kërkon ndihmë dhe solidarizim dhe ka qenë faktikisht një video që është bërë shumë virale në rrjetet sociale për shkak të mënyrës se si personat reagonin ndaj saj. Jonida Hëna është me mua në një lidhje direkte. Faleminderit shumë Jonida për kohën. Përshëndes. Faleminderit juve që më ftuat. Të lutem, nëse mund të na shpjegosh si ndodhi e gjithë ngjarja, si u përfshi gjithçka nga zjarri. Po këtu keni të zonjën që mund të thuash që i vuri zjarrin shtëpisë saj. Ishte një ditë që unë isha vetëm në shtëpi, fëmijët ishin në shkollë, i mshoj që ishte në mal guid me kuaj, dhe doja të pastroja xhakun. Është një ritual që ne e bëjmë për vite, bën e gjithë zona, e djegim me një lesk. Dhe aty situata doli jashtë kontrollit dhe bloza e xhakut dogji komplet shtëpinë. Ishte një gjë shumë e shpejtë. Dhe unë isha vetëm në atë kohë dhe doli jashtë kontrollit. Çfarë bëre në momentin e parë? Po, në momentin e parë jam përpjekur të thras punëtorët që ishin aty afër, të marr zjarfiksen, telefonoj bashkëshortin, të sajohemi, mos shkuajmë zjarrin vetë, këto gjëra. Në shoh që je ngarkuar emocionalisht, gjatë kohës që ne po përgatiteshim për lidhjen direkte dhe të thash ku ndodhesh, më the te kjo që ka mbetur. Çfarë ka mbetur pas teje? Po nuk është se ka mbetur gjë, vetëm ky bazamenti, çdo gjë u dogj, është e pabesueshme, domethënë sa shpejt edhe si nuk mbeti asnjë gjë. Por hajde çfarë bëjmë. E shohim pak videon që ke postuar dje në rrjetet sociale dhe do ta komentojmë të dyja. Shohim pak. Mundohem të jem tipi fort, po do t'ju gënjej nëse do të thoshe që tani jam edhe i them vetes që çdo gjë është në rregull, do ta rregullojmë. Kur shtëpia jon për 12 vjetësh u shkrumbua, ndodhemi në një situatë që dimri sapo ka filluar, duhet kujdesemi që baktit kem për të ngrënë, dhe do t'i mashtroja të thoshe që nuk janë në një situatë vështirë. Kështu që në kohët moderne ne hapim një GoFund edhe mundohemi të ndihmojmë miqt me aq pak sa mundemi. Kështu që unë do ta hap këtë dhe kush mundet le të kontribuoj, qoftë me një shumë sa të munden, qoftë duke bërë share videon. Ndjes për shkrimin që unë do t'i bëja video dukesh e dorëzuar, po ajo që më bë përshtypje është fakti se si ti e pranon fajin dhe thua e vura unë zjarrin në pronën time, krejt pa dashur, duke u marrë me punët e zakonshme që kanë ndodhur vit pas viti. Çfarë të thanë familjarët? Në fakt unë kam qenë shumë e tronditur dhe ideja e të hapurit kësaj GoFund ka qenë totalisht e imja, pa mbështetjen e tyre. Unë ndjeja dhe akoma vazhdoj të ndjej një faj shumë të madh, domethënë se si e vura familjen time në një vështirësi kaq të madhe, se si do mundesha unë të jepja pagesën punëtorëve të mi, që i kam kaq vite që punojmë bashkë, se si unë do siguroj ushqimin për baktit, se si dihet dimri sa jashpër mund të jetë. Edhe kjo pjesa, domethënë ishte jashtëzakonisht shumë e vështirë për mua. Dhe unë e mora vendimin për të hapur këtë GoFundin, pa e ditur sa mbështetje do vinte nga ajo. Thjesht si një kështu që ti thoshja familjes, më falni, këto erdhën si dhurat, pranojeni të sajohemi.
E hapa atë, bëra atë video, ashtu si qishim, duke para ato gjërat e mia gjitha... Shiko, duhet të thënë, ndima ka qenë e menjëhershme, se po bëj një çek tani dhe po shoh këtë faqen që ju keni hapur, edhe duket që shumë persona ju kanë ndihmuar. Por çfarë arsye mendoni që kanë qenë kaq të gatshëm? Unë aty kam parë shumë emra që i njoh, persona që na njohin personalisht ne. Dhe e din sakrificat tona, dhe e njohin dhe punën tonë, që nuk është thjesht problemi të komoditeti që humba unë duke humbur shtëpinë. Nuk më intereson fare kjo. Mua më intereson që të përballoj me sukses dimrin dhe të filloj punë në pranverë dhe të ndërtoj shtëpinë. Por që dimrin mos ketë shkëputje të aktivitetit. Ju jetoni me këtë biznes, apo ja? Po, me këtë biznes. Sa kohë ju duhet ta ringrini për ta ndërtuar ashtu siç ishte? Nuk e di këtë gjë sa kohë të duhet, por me thënë drejtën, kur ndodhi kjo dhe njerëzit më shikonin të mërzitur, më thoshin që mos ki merak se ndodh diçka e keqe dhe vjen diçka e mirë nga mbrapa. Dhe unë u thoshja, po çfarë e mire mund të vi nga kjo? Po mbështetja që kemi marrë, qoftë nga rrjetet sociale, qoftë nga GoFundMe, qoftë nga miqtë tanë, është e papërshkrueshme. Kjo është një situatë që mua ma ka ngritur zemrën pesh. Është një situatë që unë tani e shikoj botën ndryshe. Është sikur kam rilindur mes hirit tim. Se nuk e prisje që do kishe gjithë të ndihmë? Jo, nuk e prisje. Gjithë këtë, do më thanë, për 24 orë të mblidhet ajo shumë, të ketë ajo shumë shpërndarje, të kemi ajo shumë telefonata, të kemi njerëz që na thonë... Çfarë kishe në mendjen tënde në momentin që realizove videon? Pse e realizove videon? E realizova videon sepse ndihesha shumë në faj, karshi familjarve, karshi çupave që qanin për gjërat e tyre, ka shi burri tim që s'më tha as një laf. I thash dje, po më thuaj në një laf o burri dheut, se ma ke lëm peng, bëra gjithë këtë dëm, ti m'jep kurajo dhe më thua që shiko se kur e kemi nisur, kemi fjetur në imbarange dhe ke qenë ti që i ke ndërtuar e do jeshe zonja ti bësh prap. Bolli thash, tregohun qik, më i arsyshëm, thuaj në një laf tjetër, se s'po e përballoj do të fesh. Pa kam përshtypjen është e gjitha e kuptueshme. Përpara se të falenderoj që ndave historinë tënde me ne, po mbi të gjitha edhe për mënyrën se sa mirënjohëse u jeni ju të gjithë personave që janë shfaqur të gatshëm. Jam shumë mirënjohëse, jam borxh me gati 600 persona, që në një të ardhme do i mbaj atë listën, edhe do i bëj. Do përpiqesh tua kompensosh. Më thuaj pak, nga momenti që ka ndodhur në datën 21 ngjarja, edhe tani ti je në afërsi të asaj zone. Si e kalon ditën tënde? Po, e nesme ka qenë pak shqetësuese, ne duke luftuar me flakët edhe me ujin aty ishim lagur, nuk e kisha kuptuar unë që isha e lagur dhe dita vazhdonte. Në darkë shkuam për gjumë, të nesmen doja të vishja rroba dhe ato ishin shumë të ftohta e të lagura dhe nuk mund t'i vishja. Dhe më merr bashorti në telefon dhe më thot të kanë ardhur vëllezërit, thot, edhe të dy më kishin sjellë rroba të thata për t'i veshur. Dhe kjo gjendja e njerëzve është shumë e papritur dhe jam shumë mirënjohëse. Falenderoj shumë që ndave historinë tënde me ne dhe uroj sa më shpejt edhe ta rindërtoni biznesin që ju jetoni mbi të gjitha edhe të shkoj sa më mirë dhe të ketë qenë me kaq. Jonida, faleminderit. Mirë, ne kemi mbritur në fund, por përpara se t'ju përshëndes, më lejoni t'ju kujtoj edhe një tjetër dhe pak bileta kanë mbetur nga shfaqja që mbahet ditën e nesër me live këtu në studiot e Top Channel në Kashar në orën 19, spektakli më i madh i humorit portokalli që duket se
zhvendoset dhe siç ju thash ditën e nesërme do të zhvillohet pikërisht të shtunën orën 19 në Top Channel Kashar. Biletat i gjeni online topvizchannel.tv ose dhe bileta fizike në Arena Center apo këtu në Kashar. Mirë, ne do ndajemi këtu, ju uroj një fundjavë të mbar, bashkë do të shihemi sërish të hënën në të njëjtën orë në Shqipëria Live. Deri atëherë, mirupafshim.